në një prononcim për Bota Sot foli Gazmend Halilaj, i cili tha se takimi në fjalë nuk ishte rastësi. Sipas tij, takimi Limaj Abdigjiku ishte përgatitur dhe synimin ka krijimin e një boshti të ri opozitar pak para zgjedhjeve të reja. Takimi mes kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotit Lumir Abdigjiku, dhe kryetarit të Nismës Social-Demokrate, zotit Fatmir Limaj, menjëherë pas dështimit të formimit të qeverisë Kurti 3 nuk është rastësi. Është e qartë se ky takim ka pasur një prapavi të përgatitur, një koordinim politik që synon të krijojë një boshtë të ri opozitar në prag të zgjedhjeve të mundshme të jashtëzakonshme. Krahas kësaj, ai tha se nisma e LDK-ja me refuzimin ndaj Kurtit synuan të dobësojnë lëvizjen vetëvendosje. Refuzimi i përbashkët për të hyrë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje nuk duhet parë si veprim i parimeve politike, por si pjesë e një strategjie për të dobësuar subjektin më të fuqishëm politik në vend, lëvizjen vetëvendosje me kryeministrin Albin Kurti. Ky lloj bashkëpunimi mes partive që kanë humbur besimin e qytetarëve tregon frikën nga përballja e drejtë në zgjedhje dhe mungesën e vizionit të përbashkët për të ardhmen e vendit, nënvizoi ai. Ndër të tjera, Halilaj shtoi se edhe nëse arrihet koalicioni LDK-Nisma, do të jetë më shumë koalicion mbjetese se një ndryshim në skenën politike. Nëse vërtet po përgatitet një koalicion Nisma-LDK për zgjedhjet e reja, ai do të jetë më shumë koalicion për mbjetesë politike se sa për ndryshim real. Qytetarët tashmë e kanë dëshmuar se kërkojnë qeverisje të drejtë, të pastër dhe me integritet, diçka që vetëm vetëvendosja e ka ofruar dhe do të ofrojë sërish në çdo proces zgjedhor, përfundoi Gazmend Halilaj për Bota Sot. Gacaferi një koalicioni mbjetesës politike. Kushte antari guxoi Luan Gacaferi takimin Abdigjiku Limaj e cilëson si takim të zorit. Sipas tij, ata janë afruar pasi vlerësojnë se partitë të dyve janë në një pozitë të keqe. Takimi i Abdigjikut me Limajin ishte një takim i zorit dhe jo se ka ardhur nga dashnia e respekti që kanë për njëri tjetrin. Pra ky takim është si me thënë figurativ, ku dy veta po shohin që po fundosen, i thon njëri tjetrit, ma jepti mua dorën që të jap edhe unë ty dorën. E kështu kemi shanse të shpëtojmë së bashku ose të fundosemi së bashku. Gjithashtu Gacaferi tha se Abdigjiku gjendet në një situatë të vështirë pasi nuk guxon të marrë më pak vota në zgjedhjet e ardhshme se në zgjedhjet e nënshkurtit, pasi do të kishte goditje të madhe nga kundërshtarët brenda LDK-s. Abdigjiku edhe me dreshin do bëj koalicione marrëveshje vetëm ta ruaj rezultatin e zgjedhjeve të fundit të nënshkurtit të këtij viti, sepse nëse nuk arrin ta mbajë atë rezultat, është i mbaruar, por edhe i coptuar nga kundërshtarët e vet brenda LDK-s, që janë duke e pritur në njërin këmbë këtë ditë. Pra çdo rezultat më i keq se në zgjedhjet e fundit për zotin Abdigjiku është fundi i tij politik si kryetari i LDK-s, por edhe jo vetëm, shpjegoi ai, ndërsa për Limajin tha se i duhet për mbjetesë një koalicion me Nismën, pasi nuk ka shans të kaloj pragun kjo parti e vetme. Si përfundim tha se ky do të jetë një koalicion i mbjetesës, kurse për Limajin dihet botërisht që e ka për ekzistencë apo thëndryshe për mbjetesë, sepse ai e di që nuk ka asnjë shans qoftë edhe teorik të mbjetojë ose të kalojë 5% nëse shkoni vetëm në zgjedhje, pra nuk e kalon pragun elektoral të vendosur të 5%-it. Prandaj, ju ka bashkuar Abdigjikut sepse me Ramushin e ka dhirë punën. Prandaj, për bindjen time kjo marrëveshje është 100% e zorit, pra një koalicion i mbjetesës politike si për Abdigjikun e si për Limajin, dhe nuk është asgjë tjetër, përmbylli Luan Gacaferi për Bota Sot.